Ju përshëndes gjithëve nga Durrësi. Jemi në një nga veprat të cilat janë pjellë e korrupsionit dhe vizioni i rilindjes për Durrësin, vetëm disa metra nga Torra Veneciane, që është pikërisht këtu, ngrihet një përbindësh betoni, siç është kjo e është quajtura velier. Kjo është veliera dhe produkt një Vangjush Dakos, kryetar bashkie i asaj kohe që njihet për dashurinë e tij për betonin. Pse kam ardhur këtu sot? Kam ardhur këtu sot për të treguar se si është shndruar Durrësi në një beton ku janë prishur gjithë vlerat arkeologjike të jo vetëm Torrës Veneciane, por çfarë ka pasur Durrësi në arkeologjinë e saj. Këtu e 8 vite të shkuar në një betejë pa precedent, duhet të thënë një grupi njerëzish, ku unë kam qenë një ndër ta. Nuk duam të humbasim vlerat arkeologjike. Nuk duam të humbasim identitetin kombëtar. Ndodhemi pikërisht tek vendi i krimit, tek vendi i masakrës. Ku po gërmohet, që shikoni, ndërkohë që e gjithë kjo zonë është zonë e mbrojtur, zonë as. Ku e merr rrogën di Beogradë merr që do të shkatrojnë shkollën, do shkatrojnë qytetin e Durrësit me beton. Nuk ka leje mjedisore ky projekt dhe po shkatrohet identiteti ynë kombëtar, po asgjësohen vlerat historike dhe vlerat kulturore të këtij vendi. Ne kemi luftuar që ky përbindësh mos ngrihet. Disa metra pas këtij përbindëshi, pas velierës, ishte gjykata administrative. Ne fituam çështjen gjykata administrative. Por e gjithë makineria pushtetit ndikoi që kjo të bëhej. Bëhet fjalë për $6 milion në asaj kohe, dhe të gjithë inertët që merreshin këtu hidheshin në det. Nuk ishte leje ndërtimi. Është shkatruar historia, është shkatruar arkeologjia e Durrësit dhe kjo është një nga krimet më të mëdha që ka bërë Vangjush Dako, i cili edhe pse sot nuk është në listën e Durrësit, ai e drejton nga pas të gjithë këtë listë. Prandaj është shumë e rëndësishme vota juaj me 11 maj për t'i thënë jo betonizimit, jo vetëm Durrësit, por të gjithë Shqipërisë. Nishin në ambientet e gjykatës së Durrësit, gjykatës shkallës parë administrative, aty ku është marrë një vendim i cili është një fitores i e birrës, po ata administrative e shkallës parë Durrës, pas kërkesës sonë për masën e sigurimit për pezullim punimesh, ka vendosur pezullimin e punimeve